Kujtimet e të ndjerit Sabit Brokaj hedhin dritë mbi periudhën e tranzicionit në Shqipëri, duke analizuar mënyrën se si u rrëzua sistemi komunist dhe rolin e aktorëve kryesor politik. Sipas tij, fundi i regjimit nuk ishte i papritur, por i perelajmëruar prej kohësh, ndërsa debati qëndronte më shumë te mënyra e ndryshimit sesa te vetë ndryshimi. Brokaj thekson se zhvillimet e viteve 1990-1991 u drejtuan fillimisht nga vetë strukturat komuniste, ndërsa ndryshimi erdhi në mënyrë relativisht paqësore. Ai nënvizon se klima për transformim ishte krijuar gradualisht përmes reformave, amnistive dhe artikujve kritik ndaj sistemit, ndërsa studentët luajtën rolin e shkëndijës që ndezi procesin. Megjithatë, sipas tij, ky tranzicion u shoqërua më pas me tensione dhe episode dhune, që në disa raste u konsideruan të nxitura apo të instrumentalizuara. Ai ngre pikpyetje mbi mënyrën se si disa ngjarje u përshkallëzuan dhe rolin e figurave politike në këtë proces, duke sugjeruar se ndryshimi, që mund të ishte paqësor, u shndrua në konflikt. Në analizën e tij, Brokaj ndalet edhe te figura e Sali Berishës, me të cilin kishte punuar më parë si mjek i udhëheqjes komuniste. Ai e përshkruan atë si një figurë kontradiktore dhe me ndikim të fortë në formsimin e politikës së re, duke e lidhur me një stil të ashpër dhe përçarës. Sipas Brokajt, shoqëria shqiptare e asaj kohe ishte e papërgatitur për të përzgjedhur drejtimin e ri politik, gjë që u shfrytëzua nga elitat. Kjo situatë, sipas tij, ndikoi negativisht në zhvillimin ekonomik dhe institucional të vendit në vitet e para të tranzicionit. Këto reflektime mbeten një dëshmi e rëndësishme për të kuptuar kompleksitetin e periudhës së ndryshimeve në Shqipëri.